Sukseset e sportistëve kosovar çdo ditë më shumë po na bëjnë krenar. Një rast i tillë është edhe sot i ftuar në emisionin tonë të mëngjesit, është Fanol Shala, i cili ka përfaqësuar edhe vendin tonë në klubin e paraglajdizmit që kanë qëndruar në Tajland. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, kënaqësi të jem pjesë e emisionit tuaj. Fanol, keni zënë vendin e tretë atje. Na trego pak emocionet. Por ne është vazhdimësia jona e aktivitetet tona, do të thotë ne jemi përfaqësim të vendit tonë dhe po punojmë shumë me trajnime, me gjana për me arrit nivelet më të larta të botës. Për momentin si Kosovë jena në vendin e dytë në botë, e kem vetëm Kinën përpara dhe qëllimi jon ka qenë ky që me shku në vendin aziatik, ku edhe janë për momentin është më i miri i botës dhe janë edhe tjerë që janë pe atij vendi. Dhe aty me përfaqësu vendin tonë dhe me arrit që me ju afru të paktën me pik edhe shtetit Kinës që me kalu se vetëm ata kemë përpara. Dhe ajo edhe ndodhi, do të thotë për një distancë shumë të vogël prej 12 rundëve me diametër veç 5 cm, nuk arrita me dalë në vendin e parë. E po ashtu 1 cm me vendin e dytë, që është një sukses i jashtëzakonshëm. Dhe unë shpresoj shumë që nëse nuk i kalojmë Kinën, të paktën kemi ofruar shumë afër edhe kemi opsionin tjetër që tash në gara tjera që janë vazhdim veç se me kalu edhe me dalë vendin e parë në botë. Me vërtet një sukses i jashtëzakonshëm. Fanol, na trego pak për rrugtimin tuaj deri atje. Si shkoi? Sigurisht që ka qenë i lodh shumë, të pas parasysh se zonat kohore janë të ndryshme, do të thotë koha këtu është një farë forme, temperaturat janë të ulta nën zero, ndërsa atje temperaturat janë dikun 34-35 gradë Celsius dhe kjo sigurisht që ka ndiku në të gjitha aspektet, tu pas parasysh që do të thotë rrugtimi, lodhja, gjitha ato ndikojnë edhe te pjesa e garimit. Për arsye se na kemi të bëjmë me një garë që ka të bëjmë me precizitet, do të thotë ka fluturim, po do të me prek një pikë që është me shumë precize. Dhe kjo sigurisht që ka ndiku, po trajnimet e shumta dhe puna e madhe që kena bërë gjatë tonë kësaj kohe për mu përgatit për atje, e ka bërë vetën edhe jem në nivelin ku jemi. Fanol, tregove më parë që diferenca në këtë sport matet me centimetra. Sa është konkurenca, sa është presioni i fortë në këtë aspekt? Konkurenca është tepër e fortë. Do të thotë të vish në fluturim dhe të preksh prej 0 deri në 2 metra është diametri total i asaj, po digital matet vetëm deri në 16 cm. Po nëse nuk je garus që nuk shkon më shumë se 2 cm, atëherë nuk je në luftë me më të mirët e botës. Do të thotë deri aty ka arrit konkurenca. Mirë, po dhe na po punojmë në drejtim shumë, me vullnet të madh që me mri, me ardhë deri në qatë pikë, komplet me 12 runda unë e kam mbyll garen me 11 cm që i bjen për çdo rundë unë s'kam prek as 1 cm në total. Po, dhe nëse flasim pak për përgatitjet, si shkojnë në vendin tonë, ku i bëni përgatitjet për të marrë pjesë në këto gara? Përgatitjet thuje se i kemi çdo ditë, do të thotë i kemi vendet qysh është Goleshi, po, që është një vend shumë i mirë për fillestar, po edhe për trajnimet që na i bëjmë, edhe kem këtu afër Kryshevsin që është vendi hyjëzimi i kekut, do të thotë i termoelektronave. Aty janë disa kodra të vogla që na i shfrytëzojmë për me bërë sa më shumë fluturime dhe me u përgatit për garat e radhës. Përveç përgatitjeve, nëse flasim për sportin e paraglajdizmit, na tregon si duhet të jetë një pilot i fortë më shumë fizikisht apo mendërisht? Dyja të bashkë. Do të thotë përderisa ti mund shumë e ka shumë i fortë fizikisht, po përderisa nuk përgatitesh edhe psiqikisht për atë garë, në shumë raste emocionet kanë me të mujtë edhe ti nuk ke me mujtë me dhënë ato më të mirën çka nevojitet për atë garë. Do të thotë e bën nashta krejt vitin kemi u përgatit për ato, një moment dekoncentrimi i yt ose dikush ka me të largu pe asaj fokusit çka ti e ki, keme hup vitin që e ke përgatit komplet, fizikisht që e ka i përgatitun edhe të gjitha, për një moment që psiqikisht s'ke arrit me kontrollu edhe me i fokusun aty ku dohet. A ka shumë adrenalin? Nashta shumë, ma shumë se krejt sportet tjera.
Na trego pak momentin kur piloton, si të bën ndihesh? Asnjëherë nuk është e njëjtë. Do thot as me kushte, as me fluturim, as me asnjë gjë, do thot ne arrim i bën dikun përmi 3000 fluturime në vit trajnim, dhe asnjëherë fluturimi nuk është i njëjtë. Është për shembull ditës është e njëjtë, fluturimi qysh e bën fluturimin s'është e njëjtë, ernat nuk njëjnë, kushtet e motit nuk janë të njëjta. Do të thotë gjithmonë është një eksperiencë e re në fluturim. Çka bën më të vështirë në këto situata? Kur nuk është era, për shembull, në favorin tuaj? Kur nuk është era, na pauzojmë zakonisht, se nuk është mirë me sfidu në diçka që nuk është e jote. E mirë është gjithmonë me fluturu në kushtet që ty ta mundsojnë me bë fluturimin e sigurt, dhe po ashtu edhe studenta këtu që i kemi veti, me uni sa ma sigurt, edhe mos me bë eksperienca jo të mira për të ardhmen, se nëse ti sfidon ata, në kohën ata një të ardhme kanë me sfidu edhe kushtet e motit. E nëse sfidohen kushtet e motit, atëherë edhe incidentet apo aksidentet janë prezente. Po, Fanol, na trego sa është i popularizuar paraglidizmi në Kosovë? Sa ka të interesuar? Në fakt ka të interesuar kogja shumë, tash prej se janë, sidomos prej se janë sukseset ka, edhe unë kam kërkesa shumë për me i trajnu të rritë, mirë po është pak kufizimi i kohës që nuk po mujmë gjitha jem të pregadit për përfaqësim të vendit që me që samanal të vendin, e të njëjtën kohë nuk po kem mundësi me nda kohën edhe për me u marrë me të gjitha ta, edhe ku e dim që numri nuk është edhe aq i madh i instruktorëve në Kosovë, në total sigurisht jem dikun 6 ose 7 instruktorë krejt. Edhe kjo pak mu më vjen keq edhe për atyne, se më ka njani për atyne që unë kam kërku një ko instruktor. Dhe më vjen keq edhe për atyne që i lan anash në ashta në këto momente, po sigurisht uroj që të më kuptojnë për shkak se unë veç jam pregaditje diçka më të madhe, dhe për moment unë jam në vendin e 5 në botë i rënditun, në rënditjen e përgjithshme, edhe synimet e mia normal që janë me dalë në vendin e parë. Synimet në vendin e parë, dhe si të bën ndihesh kjo arritje? Jo vetëm për veten, por edhe si një përfaqësim për vendin tonë. Kjo më bën muni shumë mirë, se unë edhe krejt jetën ja kushtu përfaqësimit edhe mbrojtjes shtetit tim, dhe më bën muni shumë mirë që unë po e vazhdoj këtë rrugë, edhe po e vazhdoj në mënyrën më të mirë, se dihet na po e shohim edhe vetë kudo që shkon është sporti, ai që është një ambasador i këtij vendi, edhe na po mundohem që në mënyrën më të mirë me përfaqësu, se në fillimet e tona shumë njerëz nuk na kanë llogaritas që ekzistojmë dikun, se kanë menuar një vend i dalëm pe luftë, dhe këta janë njerëz që nuk janë të kapshëm. Mirë po me kohën kena arrit me u dëshmu të kundërtën, edhe kena arrit me u tregu që na nuk jem veç do pjesëmarrës në përgarat ndërkombëtare, po jem konkurrencë fortë, dhe sot na shihem si konkurrencë fortë në arenën ndërkombëtare. Ashtu si që përmente, me të vërtet sporti po na hap shumë rrugë, po na njohin edhe në përbot. Na trego pak a shumë ndër vite, si ka qenë Kosova vite më parë, dhe si është tani? Një dallim, nëse mundesh me bë. Po, sigurisht, ata pilotat që kanë pilotu më herët, tu i përfshui pilotat që kanë fillu qysh vitet e 2000-ta, nuk i kanë pas kushtet e sodit, do të kanë punu në kushte shumë më të vështira, nuk ka qenë edhe aq i popularizuar si sport, edhe sigurisht që kanë pas vështirësi, kanë pas të njëjtën kohë me u majt familja, të njëjtën kohë me shkuar dikun me përfaqësu vendin. Atë momente kom përjetu edhe unë në fillimet e mia që u dash me la diçka keq të shtëpia për me mujt me shku me marr pjesë një garë dikun. Mirë, po me kohën edhe me rezultatet e arritne, kanë fillu edhe mbështetja financiare, pej firmave të ndryshme, pej Ministrisë Kulturës, pej komunës, pej Ngavi, pej komunës Obiliqit, cilën e falenderoj gjithmonë, se ka qenë shtylla kryesore që më ka shty hapat e partmi. Dhe unë sot gëzoj një sukses jo vetëm, po gëzoj bashkë me ekipën që jem nivelet më të larta të botës, do të thotë në top 20 që në botës, veç i kam 2 studentat e mi që janë Megjeni dhe Lisjeta që janë Megjeni vendin e 8, ndërsa Lisjeta është e dyta tek femnat në rang botror, dhe është arbre që edhe Anisa që janë me vetëm 14 vjetë që janë nivelet më të larta, do të thotë arbre është në vendin e 17 në botë dhe Anisa në vendin e 7. Në gjithë që janë
pjesë e ekipit tim, klubit tim, që unë i kom marrë me vete dhe tash janë këto nivele. Fanol, na trego cilat janë benefitet të mirëshme e paraglidizëm, edhe ku e gjenë për krahen më të madhe? Për kraja më e madhe normal vjen pej familjes, se ti ma ketë se familje normal që nuk e lën kërkon. Dhe benefitet e kësaj janë që ti po arrin me përfaqësu vendin ton, po arrin me dhanat më të mirën pej vetës, edhe me tregu se një vend shumë i vogël, po ka kapacitete shumë të mëdha për me dhanë edhe me pa krejt botës se kush jemi. Po, dhe në momentin kur u kthyet nga atje, kishit edhe një mikpritje. Na trego pak si ishte përshtypja juaj. Kishit disa takime po ashtu? Është interesant që në shumë raste na kem pas takime, po në shumë raste kur shkojmë edhe i shohen, edhe pse jem shumë daljem edhe e reflektojmë ato që kena bë dikun. Në shumë raste njerëz nuk kanë arrit me u bind me nivelin e sukseseve, të garimit që e kem, edhe ku kena arrit. Do thot nuk e kanë dëgju, paktën tash edhe me kryetarin ta mund vje keq, sa që nuk e kom ditë që deri në këtë nivel kena arrit si shtet, edhe si njerëz që jem në komunës tonë. Sigurisht se ka pas angazhime tjera dhe ai nuk ka pas kohë më marrë me të gjitha, po është interesant që domethënë nuk edhe pse po shihet edhe është shumë mediatike krejt, shumë njerëz nuk e dinë që ka mujt me u arrit ky sukses deri në këtë nivel ku është tash. Dhe kur jemi në këtë aspekt, na trego si mund të bëhet një promovim sa më i madh? Jeni jo ata pika kyçe që Mediat. më shumë ti do të thot edhe kanë dhënë kontributin, po edhe po jepni prapë se për shembull kjo është pika kryesore ku njerëzit edhe dëgjojnë edhe qofshin në rrugë apo kudo që janë, kanë mundësi me dëgju radion edhe televizionet, kanë mundësi me i pa në mramje, edhe kjo është një pikë kyçe që neve na ka ndihmu, na ka dhënë shtytje gjatë krejt rrugtimit tonë që kena pas, po edhe pjesa rrjetet sociale, gjanat që janë. Po, na trego që të mirësh me këtë sport, a duhet të jetë një jetë strikte? Jo. Me sport, me ushqim, Duhen me qenë, po jo edhe aq strikte sa më ndodh, do thotë unë kam zhvilluar një jetë normale, thjesht ja kam kushtu kohën kur është dashur, ja kushtu stërvitje, ja kam kushtu stërvitje, kohën kur është dashur, ja kushtu meditimet për atë pjesë edhe ato ja kam kushtu. Edhe nuk do me tha që pjesën tjetër se kam zhvilluar normal që zhvillohet si krejt njerëz tjerë. për gjithë ata të cilët po na shikojnë dhe po na dëgjojnë dhe ndoshta e kanë si dëshirë që të fillojnë të mirën me paraglidizëm, na tregon cilat janë hapat e parë që ata duhet të ndërmarrin. Hapat e parë është mirë stërvitjet kur na zhvillojmë stërvitje me student, është mirë me ardhë me i pa, me këqyrë që është po funksionon, me bën një fluturim me instruktor, do të thotë që ka instruktor në Kosovë që bëjnë fluturime me njerëz që s'kan njohuri për këtë sport, dhe aty janë pika e parë e kthesës nëse ti je për atë sport ose si je për atë sport, momentin që ti hyp e provon, ti e din veten se deri në çfarë niveli je. Pastaj pjesa tjetër e stërvitjeve, ato janë diçka që arrihen me kohë dhe veç është vullneti i secilit se ku don edhe ku ka synimin me mërë. Dhe na tregon për planet tuaja, për të ardhmen. Pas këtij suksesi të madh, çka planifikon? Planet e mia janë që bashkarisht me ekipin do të thotë si vjet kem një garë të nivelit më të lartë që është niveli klasa e parë, është gara evropiane që do të zhvillohet në Rumani në tetor. Mirë, po nuk kam milion anash as gara tjera që kem kampionatin e përbashkët të Kosovë-Shqipëri që është viti 15 që zhvillojmë bashkarisht, dhe në toj kem 7 etapa garime që në fund edhe shpallet kampioni, që momentalisht jam kampion në fuqi. Edhe janë World Cup që është gjatë vitit që kanë më zhvillu 3 seri në Itali, në Maqedoni dhe në Mongoli. Do të thotë edhe këto kena me ndjek, po synimi është evropiani, që aty janë më të mirë të Evropës dhe na synojmë me marë podiumin. Dhe me njëherë vitin e arshëm e kem të njëjtën garë të World Championship, që prap është në Tajland e njëjta kohë si këtë vit, dhe deri atëherë synimet tona janë me
marrë gjitha pikat kryesore të botës. Ju uroj shumë sukses të gjithëve. Faleminderit. Falenderoj shumë.